Është shelur në ambientet e galerisë së bibliotekës Simi Mitko, ekspozita e pikturës Ngjyra me aromë natyre, nga piktori Alban Prifti. Ekspozita solli për publikun një seri punimesh të frymëzuara nga peizazhet e Korçës dhe zonave të jugut të Shqipërisë, të paraqitura në stin të ndryshme të vitit. Përmes ngjyrave dhe drithijeve, artisti përcjell atmosferën e natyrës shqiptare, duke i dhënë secilës vepër një ndjesi të veçantë dhe të gjallë. Teknika është vaj, peizazhet janë nga rrethinat e Korçës, ka dhe nga jugu i Shqipërisë, si Borshi, Himara, kemi pasaj Drilonin, Viskuqin, kemi Pogradecin, Vjeshta, është e bukur edhe Dimri, edhe Dëbora e Korçës është e bukur. Ekspozita është fruti i punës, domethënë, ajo kryesorja për artistin, kur ekspozon punën e tij, është domethënë një sukses i dytë pas asaj që ka realizuar. Ky aktivitet artistik u ndoq me interes nga ardashësit, të cilët vlerësuan stilin dhe qasjen e veçantë të piktorit në interpretimin e natyrës. Jemi qytet i kulturës, i artit, i të gjithave. Mua faktikisht më pëlqejnë këto peizazhet, këtu janë shumë të bukura. Stina e Vjeshtës. Stina e Vjeshtës. Domethënë Pranvera dhe Vjeshta më tërheqin jashtëzakonisht në çdo lloj pikture. Mua më bëri përshtypje piktura e një lagje të vjetër ku e kemi banuar më përpara, peizazh Dimri me banesat e vjetra, edhe peizazhe pranverore që janë pikturuar me teknikën e njollave, të cilat shijohen duke i parë nga larg. Ekspozita vjen si një ftesë për të shijuar bukuritë natyrore të vendit, duke i sjellë ato më pranë publikut përmes artit pamor.